U rikthyem sërish në studio, si gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit, kemi të ftuar Ritan, ku ne mundohemi deri tek ju shikuesët të sjellim gjëra interesante, gjëra të ndryshme që janë në favorin tuaj. Temperaturat apo të themi rritja e temperaturave sjell ndryshime në përditshmërinë e qytetarëve me shumë udhëtime, aktivitete në natyrë, frekuentim të vendeve turistike dhe qëndrim më të gjatë jashtë shtëpisë. Krahas këtyre, rritet edhe numri i situatave që kërkojnë ndërhyrje të shpejtë mjekësore, duke filluar nga aksidentet në komunikacion, lëndimet gjatë aktiviteteve sportive, helmimet ushqimore, reaksionet alergjike deri tek problemet shëndetësore që lidhen me temperaturat e larta. Për sfidat me të cilat të përballet ndihma e shpejtë gjatë kësaj periudhe, rastet më të shpeshta në terren dhe këshillat për qytetarët, sot bisedojmë me përgjegjësin e ndrimit të ndihmës së shpejtë, Dr. Rihat Rexhepi. Mirë se erdhët në emisionin e Ritmi i ditës. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Gjatë muajve të verës, zakonisht mund të themi rritet edhe numri i ndërhyrjeve në ndihmën e shpejtë, cilat janë problemet shëndetësore më të shpeshta që përjeton të themi që merrni thirrjet dhe përballeni dhe vëreni ndryshimet krahasuar me sinat e tjera. Tek ndihma e shpejtë, çdo ndryshim i temperaturës varehet me intensitet të shtuar të punës në ekipet e ndihmës së shpejtë, sikur temperaturat e ulta ashtu edhe temperaturat e larta sjellin probleme shëndetësore tek personat me sëmundje kronike, tek personat e moshuar, fëmijët, gratë shtatzana. Si raste më të shpeshta, po edhe thirrje për intervenime nga ana joni, kemi këto ditë kolapset në vende publike, po ashtu edhe në shtëpi. Aksidentet rrugore, pastaj kemi edhe probleme tek pacientët me sëmundje kardiovaskulare, do me thonë ndryshim drastik i tensionit arterial, do me thonë pësojnë variacionit të tensionit arterial, që sjell shpesh edhe në sulme në zemër, sulme në tru, gjithashtu pacient me vështirësi në frymëmarrje, do me thonë ata që janë me sëmundje kronike, me sëmundje në astmës bronkiale dhe sëmundje të ndryshme, pa i anashkaluar edhe kë pacientët, personat të themi të cilët janë në ndikim të alkoolit edhe pacientët me çrregullime psiqike. Këto janë një ndër thirrjet më të shumta që i kemi këto ditë. Tash me ngritjen e temperaturave më së shumti priten intervenimet në vende publike, si ceka kolapset, edhe si pasojë e kolapseve lëndime trupore ku shpesh përfundojnë edhe me fraktura të ndryshme. Kjo do të thotë se tani me ngritjen e temperaturave të larta në vendin tonë, kanë filluar që të rriten edhe thirrjet në ndihmën e shpejtë? Po, është interesante fakti se menjëherë dallohet, do me thonë, një ndrim ku janë temperaturat më normale, për dallim nga një ndrim ku fillon të rritet në mënyrë drastike temperatura. Për një periudhë shumë të shkurtë kemi shumë telefonata si për këshilla për me marrë, po ashtu edhe për intervenime nga ana jonë. Doktor, temperaturat e larta zakonisht mund të kenë edhe pasoja serioze për shëndetin e çdo njeriu. Cilët janë shenjat paralajmëruese që tregojnë se një person po përjeton dehidratim ose goditje të themi nga nxehtësia dhe kur situata mund të themi konsiderohet emergjente? Si pasojë temperaturave të larta, trupi jonë që të mbaj temperaturën konstant djersit, dhe si pasojë e kësaj djersitje ne humbim lëngje, vjen deri te dehidrimi. Shumica e popullit ton nuk marrin rregullisht ujë, nuk konsumojnë ujë. Simptomet apo shenjat e para të cilat na paralajmërojnë se diçka po ndodh me organizmin ton, do me thonë etje e tepërt, marramendje, plagështi, lodhje papritur, buzë të thata,
si goditje nga nxehtësia, do me thënë kemi temperaturë shumë të lartë trupore edhe çrregullime të vetdijes, ata shpesh janë konfuz deri tek humbja e vetdijes, edhe këto janë si shenja të cilët duhet patjetër të merren parasysh, të kërkohet të konsultohet mjeku, qoftë mjeku am apo ndihma e shpejtë. Zakonisht të moshuarit, fëmijët, personat me sëmundje kronike mund të themi që janë kategoria më e rrezikuar gjatë verës. Çfarë masash mund të themi apo duhet të marrin kjo kategori për të shmangur të themi komplikimet shëndetësore? Duke pasur parasysh që cekët persona me sëmundje kronike të moshuar, do me thënë që fëmijët edhe gratë shtatzana, këto janë një kategori me rrezik më të madh për shenjat apo sëmundjet që i cekëm, duhet të kenë më shumë kujdes që të shmangen ekspozimit të drejt për drejt në diell, do me thonë të marrin terapin gjithmonë në konsultim me mjekun, sidomos apelojmë tek personat të cilat kanë probleme me tensionin arterial këtë periudhë, para se ta marrin terapin e rregullt, gjithmonë ta kontrollojnë tensionin arterial, sepse gjatë kësaj periudhe ceka është tensioni më i ullët, edhe nëse marrin barnat terapinë e rregullt, do me thënë mund të ullet më shumë tensioni edhe të kenë komplikime tjera. Zakonisht ne e dim që njerëzit, qytetarët kur shkojnë në deti, në plazh, mundohen që ta shfrytëzojnë plazhin në maksimum dhe kalojnë orë të tëra të themi në plazh apo në male, aktivitete sportive. Cilat do të ishin këshillat e juaj për të shmangur problemet që lidhen me ekspozimin e tepërt të themi në diell? Ashtu si që kemi rekomandime nga shëndeti, persona kompetent nga shëndeti publik, edhe ne mjekët gjithmonë apelojmë që mos të dilet nga periudha prej orës 11 deri orën 17, do me thënë pa nevojë, ata të cilët veç se janë që cekët në për plazhe apo në për vende malore, gjithmonë të përdorin veshje mbrojtëse, do me thënë veshje më të lehta, kapel, syze, të përdorin krem me faktor mbrojtës, të mbajnë me vete një shishe me ujë, do me thonë të marrin mjaftueshëm sasi të ujit brenda ditës, që mos të dehidrojnë. Ata që merren me aktivitete sportive, do me thonë të zhvillojnë këto aktivitete ose gjatë mëngjesit ose gjatë mbrëmjes. Ka raste kur mund të themi lirshëm që qytetarët neglizhojnë të themi ato simptomat e para, por mund të themi lirshëm që thrasin emergjencë vetëm kur situata bëhet më serioze. Mund të na thuani se çfarë duhet, sa e rrezikshme mund të jetë kjo, çfarë duhet të kemë parasysh qytetarët para se mos vinë deri te përkeqësimi shumë i madh që mund të përfundojnë edhe në spital. Për fat të keq, ky fenomen tek populli jonë është shumë i shpesht dhe me që jam operator i pranoj thirrje drejt për drejt, shpesh hasin thirrje të tilla ku presin që do të bëhen më mirë, do t'ju kalon gjendja apo simptomet të cilët i kanë. Mirë po paraqiten në një periudhë ku veç se është përkeqësu gjendja e pacientit edhe atëherë nuk kanë rrugdalje apo zgjidhje tjetër, do me thonë nuk e praktikojnë që nga fillimi, secili duhet jemi mjek i vetvetes, vëren ndonjë ndryshim, patjetër duhet të konsultohet fillimisht mjeku am, nëse nuk e kanë qasjen deri te mjeku am, lirisht mund ta kërkojnë ndihmën e shpejtë dhe të marrin këshillat e nevojshme, do me thonë nuk duhet ta anashkalohet asnjë ndryshim apo asnjë simptom, qoftë personi i cili ka ndonjë sëmundje kronike, qoftë personi shëndosh tek të cili shfaqen simptome të ndryshme, duhet patjetër të konsultohet me mjek që mos të vijë deri te ndonjë komplikim serioz ku shpesh kemi edhe raste që ka komplikime të cilat janë edhe fatale. Mund të na thoni se gjatë verës shtohen edhe rastet e pickimeve nga insektet, reaksionet alergjike, helmimet të ushqimeve kështu me radhë. Çfarë duhet, si duhen të reagojnë në këto raste të tilla qytetarët?
Do me thonë, më të shpeshta tek ne I kemi helmimet me ushqime, mirë po nuk mungojnë as reaksionet alergjike si pasojë pickimeve nga insektet, varësisht se si është futur apo si ka depërtuar në organizmin ton alergenik, simptomat paraqiten, do me thonë nëse është përmes ushqimit, 30 deri 35 minuta, nëse është pickim nga ndonjë insekt ose është ndonjë aplikim I ndonjë bari në mënyrë intramuskulore, 10 deri 15 minuta shfaqen simptomat, a nëse është aplikim intravenos, 5 deri 10 minuta shfaqen simptomat. Normalisht duhet fillimisht të konsultohet mjeku am që të merret terapia e nevojshme, mos të bëhet menjëherë panik, po flas për helmimet nga ushqimi, të merren mjaftueshëm elektrolite, antik, emetik, do me thonë sepse kanë shpesh të vjellura, edhe duhet të marrin, do me thënë, terapi për barkqitjet edhe për gërqet, ndërsa ata që janë me alergji, secili e njeh veten, dikush e zhvillon alergjin në fazë më të avancuar, edhe nëse ka vështirësi në frimarje, ngjetje në fytyrë, ngjetje në fyt, patjetër duhet të kërkohet ndihmë e shpejtë, sepse janë minuta apo sekonda në pyetje. Zakonisht gjatë verës ne udhëtojmë, shkojmë për plazhe dhe kështu me radhë. Çfarë duhen të kenë me vete një qytetar të ndihmës së parë, cilat medikamente? Përveç pak ose ndihmës së parë, do me thënë që duhet I përmbaj ato mjetet standarde, duhet të ketë analgetik, duhet të ketë barna për dhimbje, duhet të ketë antipiretik, do me thënë për temperaturat e larta, qoftë tableta, qoftë edhe shirup për fëmijë, duhet të kenë edhe, siç e ceka antiemetik, do me thënë për vjellje, gjithashtu edhe antihistaminik për alergjit ndryshme. Do me thënë këto janë ato barnat të cilët duhet I ketë secili me vete, përveç terapisë së rregullt persona që janë me smundje kronike. Ne dim që uji luan një rol të rëndësishëm, të themi, në organizmin e njeriut, apo konkretisht për shëndetin e njeriut. Cilat janë gabimet më të shpeshta, të themi, që bëjnë qytetarët kur bëhet fjalë për hidratimin? Neve shpesh mundohemi të trajtojmë para se të parandalojmë. Do me thonë, duhet vazhdimisht të merret ujë, e ceka dhe në fillim deri në 2 litra në ditë, mirë po shumica përdorim ujë atëherë kur ndjehemi të etur, që ti parandalojmë, do me thonë, pasojat nga dehidrimi, siç është kolapsje, shumë simptome të tjera, marramendje, vështirësi në frimarje, do me thonë, vazhdimisht duhet konsumohet ujë. Mund të na thëni, dim që në puna në ndihmën e shpejtë kërkon një reagim të shpejtë, qoftë në thirrje, qoftë në ndihmë që kërkojnë edhe qytetarët nëpërmjet të thirrjeve që I bëjnë tek ndihma e shpejtë. Si duket një ditë e zakonshme për juve dhe ekipin e juaj në, të themi, në ndihmën e shpejtë? Personalisht për mua si përgjegjës ndërrimi, do me thonë që në mëngjes fillon dita me obligime për dallim nga ekipet të cilët presin thirrje nga qytetarët, do me thonë patjetër duhet të kontrollohen, merret ndrimi, bëhet pranim dorëzim nga përgjegjësi I ndrimit paraprak, shpesh ndrimi fillon qetë, pastaj nga mesi I ditës, do me thonë nga dita në ditë ndryshon. Kemi shumë telefonata për këshilla, pastaj paraqiten për të njëjtin rast nëse ndodh në vend publik, do me thënë e dallojmë menjëherë që është diçka në vend publik, se të gjitha telefonat bëjnë për një herë, normal nga paniku paraqiten shumë persona për të njëjtin rast, edhe
Ekipet janë të gatshme gjithmonë për aksion, sa po e marrin thirrjen me njerë drejtohen në vendin ku është dhënë adresa që me ndihmu sa më shpejt. Sa më shpejt. Kur një qytetar telefonon urgjencën, cilat janë informacionet më të rëndësishme që duhet t'i jap, të themi, operatori apo edhe ana e kundërt qytetari për që ndihma e shpejt të arrijë sa më shpejt në vendin e duhur për të ndihmuar? Që ta sqarojmë për opinionin, do me thonë thirrjet në ndihmën e shpejt bëhen përmes numrit 194 edhe përmes numrit 112, që ta kenë më të qartë kur telefonojnë numri 112, ata fillimisht flasin me operator të cilët janë të punësuar atje, do me thonë nuk janë personel mjekësor, edhe shpesh hasim në keqkuptime, sepse fillimisht ata i marrin në pyetje, pastaj kur e adresojnë thirrjen tek ne, kur flasin me ata kompetentët, do me thonë revoltohen pse duhet për së dyti t'i japim informacionet, po e ce këtë që ta kenë parasysh kur telefonojnë 112 do me thonë flasin me operator, kur telefonojnë 194 drejt për së drejti me mjekun, fillimisht duhet të tregon arsyen pse kërkon, tek ne shpesh është e kundërta, drejt e japin adresën, pa treguar se çfarë po ndodh, normal nga paniku me njerë japin adresën, do me thonë duhet të tregohet arsyeja pse po kërkon, ato simptomet të cilët po i shfaqja janë për së pari herë, a ka ndonjë smundje kronike, shpesh pyesim ne edhe për moshën, jo për arsye a me dërgu ekipin apo jo, po për me arrit deri sepse ne nuk e kemi një, do me thonë nuk e shohim pacientin, po mundohemi ta paramendojmë basa asaj se çfarë na tregojnë përmes telefonit, që me arrit deri tek diagnoza sa më e saktë, sepse shpesh na ndodh edhe japin informacione jo të sakta me qëllim që të marrin ndihmën e shpejt. Do me thonë duhet edhe të japin numrin e telefonit, edhe pse na e shohim aty, po shpesh ndodhe kanë marrë telefonin prej dikujt tjetër edhe ai person është larguar, pastaj neve na duhet për me gjetë sa më saktë më shpejt adresën, edhe ai na paraqitet prej ndonjë vendi tjetër ku ka vazhdu, do me thonë punën e vet. Mund të na thoni sa mendoni se qytetarët kanë njohuri të mjaftueshëm të themi për ndihmën e parë dhe cilët janë disa nga veprimet të bazë që secili duhet t'i di përpara mbritjes së ekipit mjekësor? Mund të themi që ka përmirësim, mirë po ende na duhet edukim. Si mjek që jam ligjërues edhe tek kryqi i kuq kandidatët për leje që marrin e kalojnë këtë testimin për ndihmën e parë, mund të them që shumica e kandidatëve këtë pjesë, këtë fazë shohin vetëm si pengesë deri te caku final, e jo si mundësi për të pasuruar me njohuri bazë të cilët në të ardhmen mund të ju nevojiten edhe për të afërmit e tyre. Njohurit bazë, do me thënë, patjetër duhet të dihet kur të veprohet, kur të jepet ndihma e parë, kur të lihet personi ashtu siç e keni gjetur, që mos të shkaktohen pasoja tjera, do me thonë, përveç lëndimeve që i ka, mos ta lëndojmë edhe më tepër. Mund të na thoni se sa i rëndësishëm është bashkëpunimi mes qytetarëve dhe ekipeve të emergjencës? Një ndër faktorët kyç që të kryhet shërbimi në mënyrë të përsosur, të themi, që nga fillimi kur kërkon ndihmën e shpejtë, edhe këtu do të kisha apeluar tek qytetarët kur të kërkojnë ndihmën e shpejtë, mos ta mbyllin telefonin menjëherë, sepse ne i marrim informacionet, e lëshojmë ekipin, unë po i mbaj në telefon derisa të arrin ekipi t'i udhëzoj se si të veprojnë, sepse nuk do me thonë e kërkova ndihmën e shpejtë edhe këtu përfundoi gjithçka, mirë po duhet që të marrin këshillat, rekomandimet tona se si të veprojnë derisa të vjen ndihma e shpejtë, sepse ato këshilla, ato rekomandime ndonjëherë mund të shpëtojnë jetë. Teknologjia dhe pajisjet mjekësore mund të themi lirshëm që po zhvillohen vazhdimisht. Sa ka ndikuar këto ndryshime në përmirësimin e shërbimeve që ofron ndihma e shpejtë?
ndikon shumë tek ne, sidomos pajisja me defibrilatorët, e kemi në monitorim pacientin, do të thënë komunikimi mes spitaleve kur kemi ndonjë rast urgjent, e paraqesim ekipin në spital që del ta pret, është shumë e rëndësishme të jetë i gatshëm ekipi, e din paraprakisht se çfarë do të sjellë ndihma e shpejtë, sa kur arrin atje e derisa të ekipohen, normal është e mbi ngarkuar, do të thënë puna në spitalet tona, prandaj është shumë e rëndësishme që të informohet paraprakisht. Do të thënë të gjitha këto mjete ndikojnë në përmirësimin e intervenimeve në ndihmën e shpejtë, mirë po ka ende mjete të cilët mund të ndihmojnë shumë në punën tonë, mirë po ne nuk i kemi në dispozicion. Kur bëhet fjalë, a janë të mjaftueshëm ato ekipet, themi, që i keni në ndihmën e shpejtë? Tani më e dim se çdo stin e ka të valën, të themi, të punës ju, e cekët më njerë me rritjen e temperaturave, gjithashtu edhe thirrjet shtohen. A janë i mjaftueshëm ai ekip që jeni tani? Për momentin, do të thënë, ndihma e shpejtë funksionon me 6 ekipe gjatë ditës, 5 ekipe gjatë ndrimit të natës. Vlen të cek që edhe këto 6 ekipe ditën, 5 ekipe natën janë të formuara me ndrime shtesë të personelit, do me thonë janë të mbi ngarkuar qoftë nga aspekti fizik, po edhe ashtu nga aspekti psiqik, deri kur do të mund të përballojmë këtë nuk e di, tash është sezoni i verës ku edhe shumica shfrytëzojnë pushimet, do me thonë do të kemi numër të vogël të ekipeve, një kohë të gjatë ne apelojmë që të sillen, do të thonë, ekipe të mjaftueshme, me 5 ekipe nuk mund të trajtohen apo nuk mund të përgjigjen të gjitha thirrjeve të qytetarëve, do me thënë me ato 5 ekipe ne kujdesemi për autostradën Shkup-Tetova, autostradën Shkup-Veles. Përgjigjemi apo përkujdesemi për 2 burgje, burgun e Shutkës edhe burgun e Idrizovës, për shtëpitë e pleqve, për stacionet e policisë, për vende publike, fshatra të ndryshme, do me thënë pacienta me pacienta me sëmundje kronike të cilët i kemi si pacient rregullt, nuk mund t'i lëm pa intervenim, do me thënë është shumë e vështirë që të kryen të gjitha këto intervenime. Ndonjëherë ndodh që të gjitha ekipet të jenë në teren, është në rrezikun e përgjegjësit që është në ndërrim, sepse në ato moment nëse ndodh ndonjë fatkeqësi rrugore apo ndonjë fatkeqësi me shumë të lënduar, nuk kemi ekip për të reaguar, mirë po për fat të mirë në këto raste ekipohemi prej në shtëpi, do të thonë në mënyrë vullnetare, me njerë vinë kolegët tanë. Për të ju dalë për të ndihmuar, do me thënë, për rastin konkret. Mund të na thoni se çfarë ju motivon më shumë të vazhdoni, duke e cekur që zakonisht tani keni edhe mungesë të ekipit, por edhe pse jeni të ngarkuar psikologjikisht gjatë gjithë kohës, çfarë ju motivon që të vazhdoni me punën që ju e bëni? Si fillim, profesioni jonë është human, ndjenja kur e arrin, do me thënë, cakun, kur arrin që një pacient ta kthesh në jetë ose t'ja përmirësosh gjendjen, nuk përshkruhet me fjalë. Fillimisht kur isha mjek në teren, këto gjitha i kam pa, tash pak një rol më ndryshe kur i pranoj thirrjet, edhe ndoshta për pacientin është shumë e vështirë ajo gjendje, mirë po për mua si mjek kur e pranoj atë thirrjen edhe e kam drejtu, e kam udhëzuar ekipën për diagnozën për të cilën mendoj, edhe del sakt që është ajo diagnozë, është një emocion që nuk përshkruhet. Dhe në fund, cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë qytetarët e vendit, qoftë në aspektin si këshill shëndetësore, po qoftë edhe në aspektin që çfarë duhen të kenë parasysh, të themi, qytetarët kur thrasin deri në emergjencë?
Do më thonë, fillimisht, secili thash duhet të jetë mjek i vetvetes, po flas për personat të cilët janë të shëndosh, nuk kanë ndonjë sëmundje, çdo 6 muaj të bëjnë një kontroll rutinë te mjeku am, një pasqyrë gjaku, mos të presin të paraqitet diçka, e thash më mirë të parandalojmë se sa të trajtojmë. Personat që janë me sëmundje kronike gjithmonë të zbatojnë rekomandimet nga mjek, të marrin terapinë gjithmonë duke u konsultuar me mjekët, apel edhe tek, se tash temperaturat e larta tek prindërit të kenë më shumë kujdes, mos t'i lënë nëpër vetura fëmijët, mos t'i mbyllin, sepse shpesh kemi raste ku vjen deri tek humbja e vetdijes nga nxehtësia, temperaturat e larta, edhe ata që kanë familjarë të moshuar të cilët jetojnë vetë, do me thonë gjatë kësaj periudhe të vizitojnë më shpesh, sepse kemi raste kur pas 3 apo 4 ditëve ka shku familjarja, ka vizituar dhe ka gjetë në gjendje jashtëzakonisht të rëndë, ose është rrëzuar edhe ka ngel 3 ditë apo 4 ditë në atë pozitë, pa e ndihmuar askush. Shpresojmë që këto këshillat e juaj të shkojnë deri tek veshët e qytetarët, sadopak të jemi më të kujdesshëm edhe ne. Ju faleminderit për gjitha këto këshilla dhe për gjitha këto informacione që i dhat në emisionin tonë Ritmi i ditës. Faleminderit.